Ministri Gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, prezantoi në Berlin një strategji të re ushtarake që përcakton në mënyrë të detajuar aftësitë dhe strukturën e ardhshme të Bundeswehr. Për herë të parë, ky dokument përkthen direktivat politike në objektiva konkrete, si armatimi, numri i trupave dhe kapacitetet operacionale. Sipas Pistorius, mjedisi global i sigurisë është bërë më i paqëndrueshëm dhe i rrezikshëm, duke kërkuar një qasje të re strategjike të bazuar te parandalimi. Qëllimi kryesor është forcimi i mbrojtjes përballë kërcënimeve të mundshme dhe rritja e rolit të Gjermanisë në aleanca ndërkombëtare si NATO. Një objektiv kyç i strategjisë është krijimi një force prej 460.000 ushtarësh të dislokueshëm, ku rreth 200.000 do të jenë rezervistë. Ky model synon fleksibilitet dhe aftësi zgjerimi në raste emergjente. Zbatimi i këtij plani do të bëhet në disa faza, me një horizont kohor deri në vitin 2039.